rëndësishme dhe është njësoj për të gjithë. Le të prezantoj njërë emra, një pjesë të lejnjini, sepse kemi qenë bashkë në këtë studio edhe në programet të tjera zilzat, apo jo Fisnik. Fisnik, Gjoni, Fisnik, e mbetur akoma Fisnik, ashtu si kemi dalë në programet të tjera. Kam shumë të shqit të prezantojshme. Unë e di që kryetari shoqatës së motorizve të Kavajës, di që je një nga burat më energjik e ka qyteti Kavajës, di dhe sa gjëra të tjera, të cilat do t'i thuash sepse kur i thua ti i thua më me pasion, kështu që kam dëshirë t'i thuash vetë. Gjëra që ti përfaqëson. Faleminderit për podcastin, sidomos televizorit shqiptar, që disa herë na ka hapur një ndërtare të madhe për qytetin e Kavajës, për të sfalos atë ngjarje historike që është për mua lokomotiva e parë e demokracisë që lindi në Kavaj. Lindi pikërisht që unë jam krenar, jam pjesëtar demokracie që tek lagja ime filloi piknisja parë e devizës demokracie në Kavaj. Tu doja të dilja dhe unë se më pëlqen ai pishtar, që ti përcakton vetes, ja thonë të tjerë, po të pëlqen ta thuash vetë pishtar, është shumë e rëndësishme kjo. Mirë, vazhdoj prezantimin dhe pastaj do të kemi përsëri për të filluar më gjatë dhe gjatë bisedën. Këtu në studio sot kam zotin Ibrahim Mullaj, Mullaliu, e bëra gabim për të dytë sepse ju Mullaliu, nëse ka ardhur, dikur profesor i fizikës në gjimnazin e qytetit dhe më pas si vazhdoi angazhimi juaj në gjimnazin e Kavajës, po tu i kam kalu gjithë jetën time si profesor i fizikës, pastaj në demokraci kam ndejur